Aksidenti i tragjik kush janë 2 të rinj që humbën jetën në Vlorë. Në fotot që shihni janë 2 të rinj që humbën jetën tragjikisht të dielën më 1 qershor në një aksident me motor në vendin e quajtur Pusi Mezinit. Ata po ktheheshin nga puna nga servisi kur u aksidentuan, ndërsa në vendin e ngjarjes miqt dhe shokët kanë vendosur buqeta që rinde një çelës servisi si simbol për kujtimi. Banorët e zonës i përshkruajnë të rinjt si persona shumë të urtë, punëtor dhe me familje të respektuara. Në një intervistë, një nga fëmijët e tyre shprehet i shokuar nga kjo humbje e rëndë, duke theksuar se i njeh familjet e tyre dhe se njëri nga djemt jetonte vetëm me nënën dhe punonte fort për të mbajtur familjen. Nga informacionet e shkollës ku ndodheshin nxënësit, ata ishin të mirë dhe punëtor. 19 vjeçari ishte në vitin e 4 të shkollës dhe pritej të përfundonte këtë vit, ndërsa punonte edhe në servis ku kryente praktikën. Të 2 djemt ishin shok nga lagja, shkolla dhe puna, duke ndarë së bashku çdo moment të jetës së tyre të përditshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.